kur i kthehet shpirti njeriu i ka vdekur, a jetë shpirti deri në ditë kiametit? Normal, jetë ndryshë për kësaj shenjë tjetër, apo i kthehet njeriu të mbytyje për melajeve dhe pastaj ja, njetën e berzahut, do të thotë shpirti, masi që i kalon ato procedurat, nëse i kalon 7 katë qej, apo nuk i kalon, bëhet kthimi i shpirtit në trup. Dhe përmendin ulemat se shijimi i azabit të varrit bëhet me mishe me trup dhe me shpirt. Edhe trupi edhe shpirti e ndin azabin e varrit. Apo knatësitë e varrit. Se në çdo herë të thon azabin varr ka edhe dikush që kënaqet. Për çfarë në hadith pejgamberi sa selam përmendet se ai cili i përgjigjet 3 pyetjeve të melaçeve, ati do të thotë i çelët varri. I çelët varri dhe sheh atë sa ka mundësi me pa larg syri. Dhe fillon që mi përjetu dhe ndik knatësitë e xhenetit. Dhe çka thotë ki? Thotë ja Rab, e kemi sa, thotë o Zot, më shpejt të bani kiamet, shkoj te vendi jam. Do me thonë kje e ndinat knatësi. Edhe trupi ti edhe shpirti i ti. Dhe ai tjetëri, çfarë ndodh? Ai tjetëri cili nuk din mu përgjigj. I cili jetën e ka pas kako prvi tako drugi, veç ahin, që ka me thonë ahin, se metën nasi e kulun e sheja, fe kulto. S'ka me dit mu përgjigj kush është Zoti, kush është pejgamberi, kush është Islami. Që ka me thonë, ka thonë, of, i kam një njerëzit të thonë diçka, edhe unë si ato këmë thonë. Për që ta mëne kako prvi tako drugi. Të thonë, ato kam bo një fak. Vetë sa për si e faqe. Pse kam bo krejt edhe unë e po bëj ashtu. Që shumica xhenemlive janë xhenem shkaku i kësaj. Sepse bojnë tjertë, po i bëj edhe une. Jo pse du të me bo. Ajo është i bindun në aspektin psiqik, dhe thëtë qka se zban me bo këtë puna, ma e bëjnë kretë du të me bo edhe une. Ti thu move haram, këtë e bëjnë kështë, unë du të me bo. Po move se pejgamberi kanë dhusë, pejgamberi, po, ama këtë kabila e me kështu. Ama move se Zotit dënon me xhenem, ama Zotit dënon me xhenem, ama që shtu e lip vakti shtash. Ama mos se haram është kamata. Kamata haram, ama biznisi bashkore lip kamata shtash. Që shtu kitë biznismenat punojnë ma. Kjo është i kam pa njerëzit duke bu dhe shka edhe unë kom po si ata. Edhe qka thot qka vori i ti i qelet, fillon me ndi azabin e xhehenemit. Edhe i kallëzot në disa hadithe përmendet vendi vetë në xhehenem. Thu që ati ki vendin ti. Që e të pret. Edhe pse i mshohët me mjetë të randë, të cilën piskamën e ti e ndin gjitha kriset përveç se njerëzit edhe e gjinët. Edhe kimi gjitha të shka thotë. Ja Rab, la të kimi sa. Thotë, o Zot, e lutë Allah në zëllë, mos e ban kiametet. Mos e ban kiamet, që ti në kiameti. Kur e shedo, thotë, se qëfar dënimi i madh e pret në xhenem. Kras dënimit të madh që është në varr, por ky dënim që është në varr është kur gjo ma që e pret në xhenem. Allahu na ruaj nga ai dënim krejt. Kjo është jeta e berzahut. Jetë e cila shijohet me trup edhe me shpirt.